Poli, gjithmonë më shumë po flitet nga opozitarët për qeveri teknike, jo se nuk është folur më herët, po në momentin që flasim, a mund të ndodhë realisht kjo? Pra, a mund të kemi një qeveri teknike, duke u mbështetur tek analiza që sapo bëtë, në opozit edhe në majorancë? Situata është traumatike, edhe politikisht, edhe përsa i përket qeverisjes, kemi një qeveri në traumë, e pamë se si reagoj edhe për përmbytjet, për pako gjë, edhe kur ndodhin gjëra që për mendimin tim janë të vogla, por kemi edhe një traumë politike përgjithsisht, dhe kjo ndihet edhe në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Gjithçështë kemi një traumë. Ku e sheh këtë në marrëdhënie me ndërkombëtarët? Po patjetër shikoj sepse kryeministri Edi Rama gati është i izoluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kemi asnjë takim. Zyrtari më i lartë i Trumpit që ka ardhur në Shqipëri ka shkuar në SPAK dhe nuk ka takuar kryeministrin. Dhe vjen ministri i jashtëm i Gjermanisë, Van der Full, takon Elisa Spiropalin sepse ka homologe dhe vetë futet dhe ai në SPAK. Janë poste politike shumë të rëndësishme. Ç'pun ka ministri i jashtëm i Gjermanisë me SPAK-un? Mund të ishte kryeprokurori, ministri i brendshëm. Pra, në këtë kuptim duket që aleat në Shqipërinë, edhe si tashmë si geopolitike e përfaqëson drejtësia ose këto segmente të drejtësisë, SPAK GKK. Dhe patjetër që këtu e shikoj, s'kemi asnjë takim bilateral, asnjë vizitë. Qeveri teknike bëhet, Poli, apo s'bëhet? Qeveria teknike, prandaj ta bëra këtë parantezë, është patjetër një gjë e shtruar mbi tavolinë. Por çështja është, do bëjmë qeveri teknike, kush e kërkon dhe kush do ta bëjë? Pra, në qoftë se do kemi një qeveri teknike që bëhet nga sepse ajo do kalojnë në parlament, apo ajo patjetër që bëhet me dy forcat e mëdha. Nuk ka qeveri teknike thjesht se dorëzohet Edi Rama me 83 mandate, ju dorëzohet 50 mandate. Apo ajo bëhet me një konsensus. Dhe në qoftë se e bëjnë këta të dy, dhe për çfarë e bëjnë? Njëherë është një qeveri, do ishte një lloj qeverie teknike për t'i dhënë kohë, për t'i dhënë oksigjen riciklimit të këtyre elitave, të këtij stabilishmentit 35 vjeçar dhe që është de facto është në vështirësi të hapura. Ka sinjale nga majoranca se mund shkojmë në këtë pikë? Majorancës ndoshta i intereson, e kupton. Por duhet të mos harrojmë, një qeveri teknike 8 muaj pas zgjedhjeve nuk mund të bëhet pa bekimin ose pa vizën e ndërkombëtarëve. Asnjë lloj qeverie, sepse nuk ka ndonjë arsye, nuk ka, për shembull, do kishte një arsye të një presioni të madh popullor. Po ne nuk e kemi presionin e madh popullor, sepse ne kemi parë protestat e opozitës. Dhe kjo lloj qeverie, nëse bëhet një lloj qeverie teknike, ne dhe ata që e kërkojnë, e kupton, për shembull opozita, Sali Berisha, nuk na thot për çfarë, e ke dëgjuar ndonjëherë ti të thotë se çfarë do bëjë kjo qeveri teknike? Qeveri teknike për të futur në zgjedhje, pa e dira. Thotë zoti Berisha, qeveri teknike sepse zgjedhjet viden thollej. Ja, po, viden zgjedhjet, po që të mos viden zgjedhjet, se Berisha e tha dhe para zgjedhjeve të kaluara, para 9 muajsh, që ne nuk do t'i lejojmë të viden e tjerë. Po në korrik të vitit të kaluar vajti bëri kodin zgjedhor bashkë me Ramën. Dhe qeveri teknike e mbështetur nga ndërkombëtarët me projekt konkret i lirë, me pika konkrete që do të thotë qeveri teknike e cila do përgatis për një vit, apo qoftë dhe për 2 vjet, është e mirë pritur, do përgatis një kushtetut të re për të mbrojtur drejtësinë dhe për ta forcuar, që do përgatis një kod zgjedhor konsensual përfundimisht ta dojë dhe shoqëria, jo këtë që e arnojnë këta her pas here, një kod zgjedhor që të çliroj votën, një reformë territoriale që futuj gjithandej, duke jo vetëm nga shpenzimet, po dhe nga menaxhimi i territorit që e shikojmë edhe në verë me zjarret, edhe në dimër me përmbytjet, por dhe që ndikonte reforma zgjedhore, jo barazia e votës, tjetër vlerë ka vota në Vlorë, tjetër ka vota në Kukës, për shembull, dhe një gjë që të bëj atë që mund të quhet Republika e Re, që u përmend nga Basha atëherë në kohën e Çadrës, por që kur u bë qeveria teknike nuk bëri asgjë nga ajo që kërkoi Basha në Çadër, dhe si duket kjo është dhe arsyeja që i thoshte më gënjeve një herë, se ç'kishte për të marrë mori ai nga pikpamja
qeveritare, e kupton, gjysmën e qeverisë e tjerë. Por duket që u shkel nga Edi Rama, si duhet me marrëveshjen e korporatave në parlament, u shkel pjesa tjetër e marrëveshjes që të bëhet kjo Republikë e Re me këto të çlirohet sistemi. Kaq e thjeshtë. Po, Kjo është e mirëpritur. Poli, the pak Gjithmonë me bekim dhe monitorimin e ndërkombëtarëve. Megjithëse Berisha tha që nuk do ta ndryshojnë sistemin, nuk do të ketë rotacion nga presioni ndërkombëtar, por do të jenë shqiptarët ata që do ta bëjnë diçka të tillë. Nëse ndoqen kronik. E ndoqen, dëgjoj. Patjetër që në një vend se ne jemi antar i NATO-s, kandidat për Bashkimin Evropian në mes të Europës, patjetër që këtu s'mund të vinë forcat delta të efin një kryeminist. Pra një politikanit e atij ka libri po thua i takon që të flas ashtu, apo jo? Tani për ti, jo vetëm se i takon të flas ashtu, po është dhe aq me këmbë në tokë, që mos ai i ushqen me luk bosh, po jo fare pa luk. I ushqesh Poli, mos kesh as luk po, fare. the pak më parë, qeveria teknike është në favor të majorancës. Pse? Një qeveri teknike, e cila ke parasysh thjesht duket sikur që nuk zgjidh ato që të thash unë, që nuk i fut gjitha forcat, nuk të liron njerë forcat e reja për të dalë votën, sistemi. Ne dimi janë gati gjithë dakord që ky është një sistemati dhe socialistët vetë ka plot zera, ti ke patur dhe në studio që thonë ne nuk jemi dakord me këtë, po ky është, e ke parasysh, këtë donte edhe opozita, e votuan bashkë, edhe për ne jemi për listat të hapura, për kështu, për të mos u goditur partitë e vogla apo për të dalin e partive të reja. Po një qeveri teknike formalisht sa për të kaluar këtë gjë, po dhe kjo nuk i bën punë Edi Rama, sepse Edi Rama fiton me këtë lloj opozite, fiton sa herë të bëhen zgjedhje. Sepse, por duket që Edi Rama është nisur drejt, duke u nisur edhe nga mesazhet që shpërndau nga Parisi, që po kishte takuar ministrin e drejtësisë dhe po përpiqet të krijojë një bazament, një mburoj ose një ballon ndërkombëtare për planin që ka, domethënë për të e zuri dhe që pak në gojë sot Berisha, për planin që ka që të vërë në shina, sipas Edi Ramës, të vërë në shina drejtësinë e re, SPAK-un, apo të bëjë disa ndryshime te kodi penal, synimi i tij është të heqë shpërdorimin e detyrës dhe barazin e tenderave si vepra, domethënë që prekin zyrtarët dhe që futen që i ka SPAK-u. Por Edi Rama dhe thot të afrojmë me ligjet e Bashkimit Evropian. Unë të kujtoj i lirë që vetëm në 2 dhjetor, tani para një muaj e pak, Bashkimi Evropian, më saktë Parlamenti Evropian me Këshillin e Europës, bën një marrëveshje politike dhe një draft të madh pikërisht për luftën kundër korrupsionit, se dhe aty ka patur probleme, ne i dim rastet Mogherini e tjerë, dhe një nga pikat që të unifikohet lufta kundër korrupsionit dhe ta shpërsohet, ishin pikërisht shpërdorimi i detyrës, ndërhyrja te drejtësia, ai le ti marr këto direktivat e Bashkimit Evropian dhe le ti zbatoj, sepse unë kaq dua që ti bëj si Bashkimi Evropian siç ky bën alibin që ne duhet i parafrojmë me ato, sepse ka marrë për kot SPAK-u e ku diun çfarë, mori pa pritur për kot SPAK-u, vetëm sa doli çështja Balluku. Dhe le ti bëj sipas Bashkimit Evropian, ne pam që ambasadori i BE-s ka qenë sistematikisht në SPAK, ishte në gjykatë. Po, si duket komendi, Poli Gonzatos, përpara se të lidheshin bashkë për colla në fakt prononcimin e tij, tha ka deficite, ka mungesa të mëdha gjyqtar, prokurorë dhe kjo ndikon cilësinë e drejtësisë. E kishte për gjithë sistemin, përfshirë edhe SPAK apo SPAK e la më njanë?